Shumë të vështire kam, Flavio. Unë ditë them dy gjëra. E para, çmimet e afishuara të shitjeve në Tiranë me çmimet reale kur shiten nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Domethënë këto 2000 euro metri. Jo, nuk kanë lidhje se unë jam në treg, nuk e them teorikisht të punë. Pra, çmimi fillon nga 2000, pastaj negociohet pafundësisht derisa arrin aty ku blersi ka kapacitet. Dhe blersi i shtresës mesme apo klasës punëtore shqiptare nuk ka kapacitet financiar për çmimet që afishohen. Pra, nëse ne nxjerrim në zyrën tonë një pro, 1+1, 75-80.000 euro, bie telefoni 20-30 herë në ditë. Nëse nxjerrim një apartament 2+1, 120-130.000 euro, pra bie telefoni shumë herë. Kalojnë 150.000 euro shi, bie qetësia. Pra nuk ka kapacitet konsumatori shqiptar mbi 80.000 euro, 90.000 euro, po them unë për 1+1 dhe mbi 150.000 euro për një 2+1. Kalojnë për te shtresës së mesme. Pra qameti është 1.500 euro metri. Qameti është 1.500. Dole mbi 1.500 euro metri katror, pastaj rrallohet ajri. Ka shumë pa konsumator, po them unë shtresa e mesme e lartë, apo bizneset e vogla mund t'ja lejojnë vetes. Të gjitha këto reklamat pastaj për prona 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 euro janë një lloj teatri absurd që unë nuk e kuptoj as unë që jam aty në treg. Pra nuk ka konsumator real për ta. Thonë vinë të huajt. Në Tiranë nuk vinë të huaj. Nuk ka të huaj në Tiranë. Jo, nuk ka të huaj në Tiranë. Ka të huaj në Bregdet. Në Tiranë ka shqiptar që nuk janë rezident këtu, pra nëse ne i quajmë të huaj jo rezidentet, hajde t'i quajmë. Mund t'jenë 1 apo 2% të huaj, por nuk ka propozim Tirana për të huajin. I vetmi propozim që ka Tirana jonë e dashur është qoftë edhe birat e Pazari Ri. Ke ndonjë propozim tjetër? Bregdeti sigurisht na ka dhënë Perëndia diellin, detin dhe hajtë se po kemi një propozim. Në Bregdet blejnë Europa qendrore kryesisht, por ka një specifik. Perëndimorët blejnë për qef deri në 100.000 euro. Kaloi 100.000 euro që blejnë për investim, duan që tani ky 150 apo 200.000 euro që do hedhun këtu duhet më kthej lek mbrapa. Pra prona atyre duhet menaxhohet u sjellit të ardhurat që ata të vinë të investojnë. Nuk vinë të huajt blejnë për qef prona 200-300.000 euro. Kanë ardhur çek polak deri tani se kanë qenë prona 70.000 euro, 80.000 euro, 100.000 euro, po them unë Golem, Qeret, Shëngjin në këto ujëra. Në pjesën tjetër blejnë shqiptarët e diasporës, qofshin këta shqiptarët të Shqipërisë apo shqiptarët të Kosovës, të Maqedonisë. Ne kemi pak të huaj, bëjmë qefin vetes kot në këtë drejtim, sepse të huajt bën një analizë shumë të gjerë. Po, të huajt përpara se të blejnë një pronë në një vend si Shqipëria, Greqia, Malizi ku duash të bëjnë një analizë shumë të thellë. Nuk vinë me lek dhe me vrap të blejnë një shtëpi këtu. Pra, edhe për të huajt nuk e kemi aq të mirë propozimin. Lere për shqiptarët që s'kan kapacitet. As për të huajt, tani sa po mbërëzove gjithë propagandën e 5 viteve të fundit, Shkëmbi. Cilën propagandë? Unë jam në treg, unë s'merrem me propagandën. Tregu më thot më ku janë këta të huajt. Pra, unë kisha si vjet 70 prona në Vlorë dhe kemi hyrë negociata për 2 prona. Për 68 nuk kemi hyrë. Ku janë këta të huajt si koshere bletësh që do vinin t'i blinin këto pronat? Ka shumë zhurëm për asgjë, si e teatri Shakespeare-it. Pra, ne i frym burijeve fort, por realiteti i prekshëm, konkret është shumë herë më i holl nga ajo që reklamojmë. Pra, ka të huaj, i gjen her pas here një finlandez apo një norvegjes që mund blejnë në Sarand. Apo ja janë 10, ja janë 100, po nuk janë kaq sa. Jo, pra, nuk janë kaq sa po duam ne të ndërtojmë. Këtë eksperimentin me të huajt e kanë bërë spanjollët në vitet 2000. Shkonin në anglezët, unë jetoja në Angli në atko. Shkonin në anglezët blinin shtëpi në Spanjë. I kapi kriza e vitit 2008-2009 dhe ju ngelën qytete të tëra bosh. Pse? Sepse ky lloj biznesi, ky lloj modeli është shumë i varur nga kushtet e jashtme. Pra, nëse Europa hyn në krizë dhe shenjat janë, po i qaset një lloj krize Europës, gjeopolitike, ekonomike, më thet tash. Pra, nëse ftohet pak ekonomia europiane, gjithë këto ndërtimet në Bregdet kush do i blej? Varet shumë nga faktorët e jashtëm. Se janë gjëra qefi. Nga ana tjetër, ne nuk kemi infrastrukturë mbështetëse për këto investime, bie fjala. E para njëherë kur të vijë ai tjetri do rrugë, do vende argëtimi, do siguri, do shërbime, nuk do vetëm det e diell. Më kupton, ngul një çadër ti, dilte deti, thau, ikte shtëpia kaq. Do më shumë nga kaq të investoj. Tjetra, do që ti të kesh biznese që menaxhojnë pronat në mënyrë që ai ta lëri ty pronën, ti ja menaxhosh, ti çosh lek atje ku është. Deri në Angli isha unë para një jave, të ofron Anglia, bli një pronë këtu, thot, ta menaxhoj unë dhe të sjell 6% qera në vit. E bëjnë vendet perëndimore, sepse kanë ekosistem. Ne nuk kemi ekosistem. Kemi ato që na ka fal Perëndia, tash detin dhe diellin, po përtej asaj jemi pak holl, jemi pak dobët. Për kullat në Tiranë, tashti unë nuk jam në për tryezat që vendosen kullat. Unë mendoj që nuk ka blerës. Që ne të vazhdoni me kullat, duhet të bëj proof of concept, i thonë anglisht, të provoj koncepti, bëm 1, 2, 3 kulla.
të shikojmë, plotësohen me banor, hyjnë biznese, ka nevojë, gëlon jetën për të kulla, hajde bëjmë dhe 30 të tjera. Tash janë 3-4 kulla në Tiranë, unë ti e të gjithë ne i shikojmë me sy, të duken ty të plotësuara, të duket ty se këto gëlojnë nga banor dhe bizneset dhe kanë prodhuar ekonomi për zonën rreth e qark. Ato s'kanë baruar së brendshmi, se nga jashtë kanë baruar, po unë nuk shoh jetë aty. Gjysma tyre janë akoma në shitje pavarësisht se bën sikur janë shitur, pra iluzione, delire të panevojshme për tregun tonë. Ne na duhen të vërtetat. Dhe vërteta është që ne nuk kemi nevojë më shumë për ndërtim se kaq popull kemi. Do bëjmë ndërtime se do vinë sa të huaj të blenë shtëpi, okej, i bën qeveria lokale, qeveria qendrore, llogarit, po jo pa llogari, sepse ne kemi një problem të madh. Ne po çojmë miliarda euro në imobiliare dhe këto kthehen në lek dembele, quhen në perëndim. Lek që janë llaçe tulla, nuk janë tash 10 miliardë euro janë në prona. Këto lek nuk prodhojnë me lek tani, po të ishin në ekonomi, këto do prodhonin gjëra të tjera, biznese, venda pune, produkte për eksport, më the të thash, 10 miliardë euro i them unë kështu modestisht, se duhet të jenë 20-30 të ngrira në shtëpi të mbyllura me çelës. Kalon Tiranë, lere Durrës se Vlorë në ora 10, ik tani në Vlorë, ke frikë me ikë në rrugë, se s'ka më njerëz në rrugë. Në Tiranë ti kalo dhe shiko apartamentet bosh pafund. Nuk e di kur do vendosin ta frenojnë këtë situatë, po mua më duket që herë ta vonë, po se frenoj politik bërja, vendimarrja do ta frenoj tregu me ato mjetet e veta, po që janë një çik të dhimbshme, janë të dhimbshme. Janë si tsunami, sikur vjen lumi. I merr shtëpitë e katunarëve parë, nuk pyet që pse ke bërë shtëpi, ai i merr përpara, nuk pyet fare. Dhe tregu është shumë i egër, po ta lësh në dorë tregut. Po nuk e dija kush do ndërhyjë pari